Jack Smith ish prokurori i rastit, tashmë nuk është në ndërtim nga administrata amerikane, nga Departamenti i Drejtësisë atje, për ndërhyrje pashtu në skema të dyshimta ndaj presidentit Trump. Jack Smith u kishte thënë ambasadorët në një takim këtu në Prishtinë, se ata, thaqë dhe tjerët, do të nënohen me burgim të përjetshëm. Kishte paragjykuar një proces, fundin e cilit ai po e dinte. Kjo është kjo referenca e një skeme politike mbi peshkimin e gjithë procesit të bazuar jo në merite fakte. Kjo ngjarje është e ashiqarshme, anomalia ma monumentale. Asnjë ambasador i BE-s nuk ishte fol, nuk ishte ngrit zërin. Edhe këto janë të çuditshme, sepse shpesh herë heshtja është edhe qëndrim. Sepse mbrana lojës politike gjithçka lexohet edhe gjithçka interpretohet në formën se qysh edhe ipën. Smithi është personazhi që e ka humbë edhe kredibilitetin profesional dhe moral të asaj gjykate. Dhe ajo gjykatë mendoj që është e delegitimuar komplet. Edhe aspektin po e përsëris profesional, po edhe në aspektin moral. Pra ndonjë prokuror që paragjykon verdiktin në mënyrën e kërkesës së tij që ka për atë verdikt, sa mund të mbjetoj neutraliteti si cilësim për atë gjykatë. Do thotë Jack Smith sot është në bankën e të akuzuarve. Shoqëria amerikane e merr si për sekser juridik, në kuptimin e tugjarllakut edhe manipulimit të shumë dëshmitarëve tashmë që ka zona, ka edhe evidenca, madje ka media që kanë ekspozu këtë lloj anomali. Dhe një prokuror që në vendin e tij konsiderohet si sekser juridik, nuk është mirë që të ketë hapësirë ose ka pas hapësirë mrena sistemit tonë juridik që të imponoj këtë lloj gjykate. Mos harrojmë, ju jeni dëshmitar edhe përmes mediave se si ka ndodhur këto gjyqet, se sa filtra të ndryshëm kanë kalu ushtarët e UÇK-s përmes Euleksa, Unmika, vendorëve të gjithë. Dhe ju e dini që kur nuk është diskutuar sinqerisht edhe në mënyrë pak më transparente edhe profesionale aktiviteti i ndërkombëtarëve në Kosovë. Mos helbete na shko menja që dikush prej tyne ka abuzuar me pushtetin. Mos helbete dikush prej tyne ka dhënë të ndera milionësh. Mos helbete dikush ka bleje, ka shit dëshmitar, varësisht prej kontekstit edhe nevojës së tij politike, sepse edhe këtu mrena kem anomali, 2-3 mund të rikthejmë për me pas të saktë shikuesi, se qysh njerëz janë dënu të mungu vendi i krimit edhe kufoma. Se qysh janë ndërtu situata imagjinare për mu dha verdikte tashmë të godituna. Të godituna në kuptimin e fjalës të gjarllakut mu godit nërveti. Mekanizma ndërkombëtar këtu në Kosovë, të drejtësisë Euleks. Të drejtësisë, kam raportuar dhe vetë tashulli për ato raste të gjykimeve të krimeve dyshuara të luftës. Komandant zone nuk ka met pa i nështruar kontrollit sistemit drejtësisë ndërkombëtare penale. Dhe gjithë ai procesi drejtësisë është karakterizuar dhe me shkelje të shumta, me skema, siç kanë thënë vetë dëshmitarë, kanë zbuluar që autoritetet ndërkombëtare drejtësisë kanë provuar ndërtojnë rrëfime të rreme mbi dëshmi të rreme për të konstatuar dënime ashtu të pa. E këtu në këtë pikpamje të situatës se çish ka rrjedh, unë mendoj që është shumë racionale dhe nevojshme që Parlamenti i Kosovës të shikoj mundësinë e krijimit të disa komisioneve që verifikon ose thret në pyetje emën për emën njerëz që potencialisht kanë mujt me abuzu me pushtetin brenda administratës së Euleksit edhe Unmikut. E kemi një salustre për shembull, pse mos ta thirr Parlamenti i Kosovës atë Çem Virçani që e ka kriju kontekstin qëllimshëm edhe të favorshëm
për armisht e Kosovës, mënyra se qysh ka operu aj, mandej mënyra se qysh del aj prej detyrës, edhe shkon të prokuror sërb atje si këshilltar, mandej prej neve aj del edhe merr rrugë. Pse mos t'i thirrëm këta njerëz? Parlamenti i Kosovës i ka do pyetje, kushtetuta jonë është një vendit demokratik, shtetaria është pjesë shtylla kurrizore e organizimit të demokracisë liberale, dhe nëse ata njerëz kanë pas parime edhe kanë funksionu mbi ato parime, nuk kanë pse as të frigohen, as të tensionohen. Të bëjmë një bashkëbisedim të krejt rrezikshmërisë tonë juridike, politike. Mos harrojmë këto një pjesë e madhe e shoqënisë nuk e dim për shembull, sidomos gjeneratat e reja dhe në cëllim vit Ulmiku ka qenë zot juridik Kosovë. Dhe në cëllim vit Ulmiku ka qenë zot i autoritetit politik në Kosovë. Mënyra se mas luftës se qysh fjala e tyne ka qenë leq. Krejt. Do thotë, Kosova ka mundësi që t'i thret emën për emën. Kur po them emën për emën, njerëz që janë gjallë, njerëz që kanë shërby këtu, për të cilët ka dyshime, sepse kujt i pengoi thaqi me tutin politikë? Le pyeta nëse është, nëse piknisja dhe referenca e madhe, qënësore është politike ndaj thaqet dhe tjerëve. Pyetja e radhë, për kë ishte bërë problem? Zoti Thaçi, sipas observimit. Thaçi prej se boj gjallë në kuptimin e figurës publike i ka pengu Serbisë. Do të thotë Thaçi ka qenë armiku kryesor i Serbisë dhe shokët e tij atje janë armisht numër 1 të Serbisë. Po e çuditshme është që unë e thash edhe një herë tjetër, sepse nëse e analizojmë, gjuha edhe kategoritë që përdoren për ta, janë një lloj sheje e gishtit që nuk mundesh me shtihu ose me mshef autorin. Nëse i nini fjalë të ndërmarrja përbashkë kriminale, nëse i nini fjalë të bandit, nëse i nini fjalën kriminal, nëse i nini fjalën zhvac, nëse i nini fjalën zot luftës, nëse i nini fjalën organizator të shitblerjes armatimit, nëse i nini fjalën organizator të shitblerjes së drogës, këto janë cilësime që Miloševići i ka paketu, i ka interpretu edhe u mundu me avshit ndërkombëtarëve në raport me guerilën tonë. Tash, ndërmarrja përbashkë kriminale, hekja në 2 shkronja, shtëja 3, i bjen sakt intervista e Miloševićit për mediat ndërkombëtare BBC dhe CNN, kur ju thoshte që KJ nuk ka qëllim politik, nuk ka qëllim lirin, po janë do zotat luftës që kontrollojnë drogën edhe armatimin, domethënë kontrollojnë undergroundin e Evropës dhe kanë ardhur këtu për qërim hesapesh për larmje para influencë të caktuar. Dhe tash, nëse këto janë fjalët e Miloševićit dhe ai mbi emrin është slogani dhe titulli asaj aktakuze, neve po na del në mënyrë cinike fjala e Miloševićit dhe jo e natës. Në tregimin do thotë nëse çaj e specializuar, do thotë edhe është shumë e rëndë për një shoqëni dalën prej luftës që me i dalë fjalët e Miloševićit e jo të perëndimit. Sepse Miloševići e vizatante e përshkruante kështu guerilën dhe sot titullin ajo aktakuze ka bukfalisht nëse hini në arhiv, këto janë fjalët e Miloševićit. Kry për kry, shtëni do shkronja, hekni do shkronja, që kjo qëndrimi zyrtar i një shteti genocidial që ka pas për UÇK-n. Sot bota moderne, bashkëkohore, që unë e qysh dush për mu marrë vesh teknikisht, nuk e pranon në marrëdhëniet ndërkombëtare penale cilësimet kolektive të fajësisë. E ka përjashtu, ajo i ka me dyshekujve tjerë. Sot marrëdhëniet ndërkombëtare penale bashkëkohore operojnë me të drejtën individuale dhe përgjegjësinë individuale. Tash, nëse edhe civilizimi perëndimor i thën rregullat për disa të tjerë dhe i mban për të vet, ajo është një lloj hipokrizie, sepse nuk mund t'i akuzosh prej komandantit atje në shtab, deri ai që ka marru buk, e ka fshi, e ka qit, ka negotuj si ndërmarrje përbashkë kriminale. Këto janë probleme shumë mëdha që kjo shoqëni duhet me e ditë